Makgadigadi Pans, Botswana. Ajo është një nga fushat më të mëdha të kripës në botë dhe ofron një mjedis të largët nga gjithçka dhe shumë të qetë. Makgadigadi ndodhet në verilindje të Botswanës dhe në të gjendet një nga sistemet më të mëdha të kullotave të kripura në botë. Ky peizazh i gjerë dhe i sheshtë ofron takime unike me jetën e egër, bukuri mistike dhe një ndjenjë izolimi të pashoq. Hapësira në duke e pafundme e tokës së bardhë krijon një peizazh marramëndës për çdo vizitor. Gjatë sezonit të shirave nga nëntori deri në prill, kullotat transformohen në një burim jetësor uji, duke tërhequr tufa të mëdha dhe spektakolare zebrash dhe antilopash. Kullotat janë një parajs për vëzhguesit e zogjve, veçanërisht gjatë sezonit të lagësht, kur mira flamingo dynden në zonë për t'u shumuar. Pemët e famshme të baobabëve janë të mbushura me pemë të lashta dhe madhështore, disa prej të cilave janë monumente ikonike dhe kanë qenë objekt frymëzimi për shumë vepra të letërsisë botërore.